propozoj që Partia Demokratike duhet ngrej një komision hetimor brenda forcës vet, brenda institucionit saj, për me nxjerr të vërtetën e këtyre firmave. Ka pasur urdhër nga lart, një, në rast se nuk ka pas, kush kanë qenë personazhet që janë investuar, thuhet që janë dy persona, një burrë dhe një gru, që kanë mbledh firma, apo jo, dhe duhet dalë vërteta, nuk e di pra. Unë këtë do ta inkurajoj edhe në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, do ta ngrej këtë çështje dhe do ta kërkoj me forcë. Nuk është Berisha domethënë. Vendosjen e para përgjegjësisë, kuptimin politike flasës dhe që njerëzit burr. O Aulon, neve duhet dalim dhe duhet jemi serioz me këta burr tani. Urdhra? E bëre shumë parimore këta. Po parimore është. Po ti po më thua mua domethënë që nuk e pas të ditur Berisha se çfarë po ndodh aty. Po them atë, unë po them duhet një komision hetimor brenda forcës politike. Dhe ti do të pranoj komision hetimor Berisha për këtë çështje për cilën ka urdhëruar ai të ndodhin? Pse mos ta pranojmë? Do ta pranoj Berisha? Do jemi serioz. Jo, nëse do njerëzit do jemi serioz dhe do të thjerrim. Ore ti tani po flet për një parti demokratike që ka lindur në Finlandë, në Kopenhagen apo në Tiranë më burr. E kemi shansin pas nesër. Mirë, në rregull. Dhe do vim prapë në studio më burr, ki durim i javë. Unë i pres edhe... Jo, i javë ki durim, se ne kemi prit deri nga muaj mars deri tani me mbledh Këshilli Kombëtar. Ne kemi 13 ditë që presim opozitën dhe 3 tjerë. Jam me ty unë, jam me ty, dhe ti e di që ndajmë të njëjtat pikpamje. Ky moment duhet me marrë me seriozitet. Pse? Sepse ne duhet ndajmë menjen, a jemi me Trumpin, a jemi me Sorosin. Po se ka nda menjen i madhi. Këtë po të them pra edhe herë, unë po të them edhe herë, po i bëj thirrje të gjithëve faktorëve opozitar që janë te Partia Demokratike. Kjo punë duhet pa me seriozitet. Bëj thirrje Berishës, kjo faktore, cili faktor opozitar, ku ka faktor opozitar aty më burr? Me dal para qytetarëve shqiptar, dhe ne duhet jemi serioz me qytetarët. Nuk ka faktor opozitar aty, ajo është SPK më zotëri nderuar. O Leonard, unë kam ndjek me vëmendje. Dakor më burr, po ti flet për një frym, a thua ti se Partia Demokratike është domethënë partia më e konsoliduar aty. Aty po foli Berisha ka marrë fund gjithçka me Ulon. Ne për këtë, jo më thon drejt, unë them menimet e mia. Dhe s'm na lo kush, unë i kam thonë menimet e mia, sa herë kam pas mundësi, kam shumë muj, shumë, jo vetëm kur kandidova. Po prandaj e te dera, o Vlon. Po s'ka rëndësi, unë do bëj çdo përpjekje timen që forca politike që quhet Parti Demokratike të vinë pushtet. Sepse unë gjykoj që e djathta qeverisë më mirë se e majta. Këtë e kam bindje. Dhe e gjithë lufta ime aty është që ta çoj PD-n më djathtas, se është drejt qendrës. Sepse unë besoj te parimet e konservatorizmit dhe etj dhe unë besoj që është momenti tani për me nis një lëvizje, në lëvizje se këto lëvizje ndoshta kanë kriju inflacion. Mendoj që është momenti që të nis desoroizimi i Partisë Demokratike. Një memorandim që unë do ta paraqes pas nesër në Këshillin Kombëtar dhe në rast se ju do keni interes, do jemi në studio dhe do ta diskutojmë. Shiko, unë shikoja tek pjesa kur pasha atë grupin e madh avokatit popullit, midis tyre ishte dhe një miku im, që është me shumë kualitet, Gerti Shello. Një personazh i cili atij institucioni do t'i bënte shumë mirë dhe një nga garusit mendoj që duhet ishte dhe ai. Tani këto thuaja për Shellën, thuaj doon pas 5 vjetëve kur të kandidoj prapë, se iku kjo punë. Jo, nuk e lidh aty, unë e lidh te kualiteti që neve aty institucionit avokatit popullit. Ka dhe shumë emra të tjerë, don deri tek institucioni avokatit Ledi Bianku që kanë pasur shumë vënë në lëvizje. Ke pas Ermir Dobjani në burr, një nga më të mirë që mund të ketë. Po nuk ka qenë asnjëherë në nivelin e duhur ai si institucion.